Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në Vlorë, Bledi Çuçi, zhvilloi një bashkëbisedim me banorë të krajinës së Smokëthinës në Selenic, me të cilët diskutoi problemet që kanë këto fshatra, e sidomos çështja e rrugës. I pranishëm ishte edhe deputeti i Partisë Socialiste Vullnet Sinaj, si dhe kryebashkiaku i Selenicës Nertil Bellaj. Bashkë me Vullnetin dhe Nertilin zhvilluam një takim me banorë të krajinës së Smokëthinës, me të cilët diskutuam për nevojën e ndërhyrjes në infrastrukturën rrugore, investim që do të çlironte potencialet e fjetura për zhvillimin e agroturizmit në fshatrat me Saplik, Ramis, Matojgjin, Kucur, Gjorm, Vranish e Tërbaç. Natyra është treguar shumë bujare me këtë krahin, duke i falur bukuritë e jashtëzakonshme. Ne kemi përgjegjësinë të bëjmë gjithçka duhet dhe kemi në dorë për të ndihmuar banorët. Plot besim se më herët se sa vonë do të kemi lajme të mira për Smokëthinën, shkruan Bledi Çuçi në rrjetet sociale, teksa publikon edhe pamje nga takimi, i cili u zhvillua në ambientet e Pallatit të Kulturës. Prej qytetarëve, banorëve të këtyre fshatrave, janë renditur edhe disa prej problematikave më shqetësuese në zonë, të cilat kanë marrë garancinë e plotë që në mandatin e ardhshëm 4 vjeçar do të marrin zgjidhje.